Është koha që të flasim për të rinjt edhe perspektiven e tyre në Kosovë, edhe gjithashtu të ardhmen, mundësit për zhvillim, po ashtu edhe sukseset që arrin ata në nivel ndërkombëtar për këto, kush na tregon më mirë se Adriatik Lugiçi. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes edhe për juve, faleminderit shumë për ftesën. Mirëmëngjese, faleminderit që je sot kështu me ne. Me na tregu në shtap pak në përgjithësi se ç'është është disponimi i trenjve, perspektivat e tyre për të ardhmen, me qenë se kogja shumë i angazhuar dhe kryesisht krejt puna jote lidhet me të rit. Disponimi varet tash edhe prej rrethonave të cilat vetë se janë po këta të rinj, varësisht edhe prej komunave, ka prishmëri të ndryshme, ka përgjegjësi të ndryshme, por edhe probleme të ndryshme. Në raport të përgjithshëm, unë konsideroj që ka një lloj shprese, pavarësisht rendit social të cilin vetë se këta të rinj jetojnë. Mirë po besoj që tutje kemi me pas shumë a shumë mundësi për me i kanalizu problemet të cilat vetë se i kemi edhe me i menaxhu ato në një formë shumë strukturore dhe në forma shumë ma të mira. Sa i përket ndjenjes, kështu besoj që ka një lloj neverie sa i përket institucioneve, ndonë se nganjëherë edhe me paragjykim, jo me diçka që është racionale, për shkak që të rinjt të cilët nuk janë të përfshirë në procese të tilla, ndonë se nganjëherë kanë problematike që ta kuptojnë gjendjen reale që institucionet e kanë, mirë po nuk do kisha thonë që është tërësisht racionale. Prandaj gjithherë duhet të jemi të vëmendshëm, jo vetëm që t'ju shtym të rinjt që të angazhohen në këtë zhvillim, mirë po edhe të jemi të vëmendshëm se si e lidhim edukimin jo formal me edukimin formal si të tillë. Në organizatën që merr pjesë Adriatik në United Youth Task Force, apo? Tregon pak cilat janë ndoshta projektet më madhore që i keni bërë si organizatë me të rinjt dhe çka përfitojnë të rinjt? Historika e organizatës ndërlidhet shumë me Youth Assembly of Kosova, që është kuvendi i rinjve të Kosovës, por që bëhet në bashkëpunim me Kombet e Bashkuara. Është një program goxha i mirë, i cili tash te 7 vite realizohet, këtë vit do të jetë viti 8 në realizimin e saj të plot. Ato lidhen shumë konceptet të cilat vetë se janë problematike në vend, edhe neve që na duhet bëjmë edhe çka bëjmë në tërësi, është që i marrim rekomandimet e të rinjve për krijimin e politikave të reja, rinore, mandej krijimin e shkallësive, ofrimin e punëtorive të ndryshme të cilat ndërlidhen vetëm me agjendën për paqe, rini e siguri, për shkak se krejt programi realizohet në kuadër të koordinimit me këtë agjendë, e cila është agjenda e Kombeve të Bashkuara, që ndryshe njihet edhe si rezoluta 2250. Si pasojë e angazhimit të tillë, ne tentojmë që të mbështesim edhe disa grupe të cilat vetë se janë të dola prej Youth Assembly, çka bëhet konkretisht është që të rinjt garojnë atë edhe brenda, edhe mandej e kemi një skemë të granteve, të cilat janë grante të vogla, mandej grupe të ndryshme që dalin prej këtij programi i realizojnë disa prej iniciativave për të pas ndikim në komunitet. Për shembull, njëra prej tyre, shumë mirë që mendimi ke para neve, e lidhet me Astronomy Club Kosova, që është një prej organizatave tash më aktive në fushën e astronomisë, që ka dalë sikur grup prej Youth Assembly of Kosova. Pra është një tendencë tërkuën që të kemi qëndrueshmëri dhe kjo qëndrueshmëri sjell rezultate të prekshme pozitive. Prandaj edhe kemi tentuar që gjatë këtyre 7 viteve cilëm një ombrellë të rinjve në tërësi, ku ata angazhohen edhe kuptojnë mirë punën vullnetare, rolin e punës vullnetare, për të njëjtën kohë edhe edukimin jo formal. Dhënat të cilat vetë se i kemi në raport me këtë çështje janë ndikon rreth 1000 e disa të rinj, të cilët kanë qenë përfitues direkt pra të programit, ku çdo vit janë ndikon rreth 200 të rinj, të cilët vetë se angazhohen në aktivitetet e këtij
programi. Mandej janë edhe rreth 10.000 diçka sështë, të cilët i kemi kalkulu si përfitus jo direkt, mirë po që kam përfitu prej po këtyne të rinjve të cilët kanë qenë të trajnushëm në fusha të ndryshme. Çka është më e mira është që secilin vetë na ndrojmë tematikën. Përveç agjendës për pashje rini e siguri, na shtojmë edhe një tematikë tjetër, për shembull, në vitin 2024 ka qenë shpërthimi i inteligjencës artificiale, kështu ta quajmë, edhe fokusi jon ka qenë i tillë, pra ta angazhohemi në këtë dimension. Mandej në vitin e kaluar kemi pasur pengesa shumë të mëdha sa i përket çështjes së qëndrueshmërisë së fondeve, angazhimit të shoqënisë civile, mandej një farë lloj krize ekzistenciale e shoqënisë civile, të cilën e konsideroj prapë që mund të jetë, është fokusi jonë në qëndrueshmëri. Pra, këtë vetë ta shohim se cilat do të jenë rekomandimet e po këtyre të rinjve të cilët vetë se udhëheqin këtë program, po e jona është që ti dëgjojmë ata, të shohim të cilat janë nevojat, cilat janë sfidat, edhe si mund të, se temi kështu, ti koordinojmë të gjitha proceset brenda vendit, në mënyrë që ti jemi sa më njerëzori, edhe ti identifikojmë një ose dy objektiva për këtë vetë, në mënyrë që ti jemi edhe të qartë, edhe të sjellim diçka sa më pozitive, për të njëjtën kohë edhe sa më produktive për vendin. E përmende mes rreshtave Adriatik që ka disa problematika me institucionet. A bunësh me tregu konkretisht cilat janë ato problematika me cilat trit përballen me këto probleme dhe ç'është është ndoshta disponimi i tyne kur e shohin edhe kur ndeshin me probleme të tilla me institucionet. Sa i përket institucioneve, mendoj që një prej elementeve kryesore të cilat si organizatë tentojnë me bo, është që përgjegjësia duhet ndahet. Pra, secili individ ka përgjegjësinë të cilën ai duhet me zotëru, pra dhe e cila i takon. Njëjtë sikur qytetarët aktiv të cilët e dojnë vendin, pra mendoj që çto fillon problemi më i madh për shkak që kemi një shkapje me identitetin tonë të vendit, edhe në momentin që kjo ndodh, masnej edhe probabiliteti shumë i vogël që ti të angazhohesh për një vend i cili nuk është që kina farë ndjenje të përkatësisë. Mandej institucionet nuk është që kanë ofruar atë shumë mekanizma të cilët trit i bëjnë pjesë të përgjegjësisë së saj. Pra nuk u japin përgjegjësinë si diçka që u takon, por zakonisht u japin vetëm si simbolik, si lloj çështje formale, ku ata ftohen në për trezat e diskutimit, mirë po as nuk dëgjohen, as nuk merren në konsiderim, vetëse e bëjnë një farë lloj tiku të kutisë prioriteteve të cilat vetëse munden me thonë që po të rinë kanë qenë ato, mirë po sa kanë qenë aktiv ose sa janë dëgju, nuk është që ka një farë lloj dhone që mundet me ndje këtë drejtim. Pse po e them këto, ju mundin me i po edhe dëgjim publike, të cilat nuk është që ka një farë vëmendje prej qytetarëve, lërëmë edhe prej të rinjve ku sidomos tash në kohën e teknologjisë nuk është që informohen shumë për çështjen e institucioneve, ma shumë ka një interes tjetër të angazhimit. Mirë po, institucionet qalojnë edhe të kjo pjesa e aftësive të buta të cilat kanë pas problem shumë të madh që mi jau dediku të rinjve, pro angazhimin e shoqënisë civile në krijimin e letrave të motivimit, CV-së kështu me radhë. Normalisht që gjitha këto procese do të monitorohen, të shihen se si po realizohet edhe puna në terren, mirë po në vendin e parë që ndodhen kjo farë lloj shkapje se mos përputhje, atëherë do të kemi edhe shumë probleme të cilat do i shohim edhe ma vonë. Ne kemi të rinj të cilët ende nuk di me shkruaj email, që është pak problematike, duke marrë parasysh që tash vetë po ekzistojnë edhe platforma tjera të inteligjencës artificiale që bëjnë punën tonë për ty, po jo domosdoshmërisht në efektueshmërinë të cilën vetë kërkohet. E qysh është e mundë njëri mos me ditë më shujt email? Të e pas ChatGPT, sidomos. Po, qysh është e mundë edhe ma ketë me ChatGPT edhe vërejën, kur është shkrume me ChatGPT, po qysh njëri mos me ditë më shujt një email? Po, mos me pas informacione nështë ta qysh shkruhet. Qëto është problemi kur edukimi jo formal
nuk është i lidhën me edukimin formal, ndonëse shumicën e elementeve bazike të mësojnë jashta shkollës, qofshin shkrimi emailës, letrat motivimit, shumica për i tyreve që i mësojnë përmes në farë tutoriale ose në farë shpjegimi në YouTube, më shumë se sa që ka mësu prej arsimtarit të zënë të tikut, edhe kjo sjell probleme tjera mandej. Do me thonë nuk ka ndërlidhje të tillë, edhe gjasat janë tepër të mëdha që ai mos me ditë me shkruaj email, mandej është e njëjta formë klasike e shkollës së mesme që ka qenë për shembull para 150 viteve, 200 viteve, edhe ndonëse na jemi gjenerat pak e kësha qujtën e jo mirë njose, për shkak që ty kur... Gjenerata jota? Po, gjenerata jem. Ta është në kërësien edhe ju edhe ashtë larkë me gjeneratën tonë. Po, e kësha qujtë jo mirë njose për vetë faktin që nga njerë po harrojmë çfarë lloj historie kemi. Po. Edhe historia jonë është dëshmitari kryesor se ka pasur raste kur na s'kemi pas mundësinas me viju mësim, lere më me trajtu diçka që është ma thelpsore në kuptimin e dijes. Prandaj do të qenë atë atë kjo që që po harrojnë gjeneratat e reja, por ndoshta nuk dinë, nuk janë në dieni për historinë që e kemi pas. Mund të jetë dyjat, mund të jetë edhe tendenca për shpërqendrim që është goxha e fuqishme kohëve të fundit, sidomos me këto video të scroll të vogla e të shpejta. Po ideja që ne do të marrim përgjegjësi si tri, ne do ta kuptojmë rëndësinë që e kemi si individ dhe të sjellim diçka të mirë për komunitetin, por kjo s'mund të bëhet pa një rand të mirë, pa një pushtet i cili dëshmon se e ka përni me rregullimin shtetënor edhe krijimin e këtyre mekanizmave të cilët vetëse janë funksional edhe me qatë ndjenjen e përkatësisë. Të e pas parasysh që je kogja i angazhuar edhe në terren edhe si që thash edhe pak më herët puna jote lidhet kryesisht me tri, cilat janë ndoshta perspektivat e tyre për studime në këtë rast? Dëshirojnë më shumë që studimet ti kryejnë këtu në vendin tonë, apo nëpërmjet ndonjë burse apo në ndonjë formë tjetër të synojnë tregun evropian për të studiuar? Ç'është është disponimi i trive në këtë aspekt sa i përket pjesës së studimeve? Një prej elementeve të mira të cilat organizatat e shoqënisë civile edhe shoqënia civile në tërësi e ka, është për shkak që ti në angazhimin me edukimin qytetar, në angazhimin publik, ti fiton disa shkatësi të cilat vetë nuk i ke pas më herët. Për shembull, njëra prej tyre është edhe hulumtimi. Edhe në momentin kur ti hulumton, është që ka normalisht universitetet të cilat ka një prestizh, ka një program i cili ty të intereson, edhe shumica e trimëve që janë pjesë e organizatës tonë, po të njëjtën kohë edhe trimëve në terren ka një interes gjatë madh që me shku me studiu dikon jashtë vendit, jo domosdoshmërisht qëndrojnë atje, sepse e kuptoj kur na i kemi 40.000 tri të cilët 40.000 qytetarë, më falni, që kanë dalë prej liberalizimit vizave e këtej, edhe ekziston një frikë në raport, sidomos me prindrit, që fëmijët e tyre po dalin jashtë, po gjasat sa janë të kthehen. Megjithatë, interesi kryesor i tyre është që të kenë një edukim sa më të mirëfillt në këtë drejtim, edhe po, ka një vullnet, ka kështu një energji që të angazhohen. Por në kërkesat e shumta të cilat vetëse këtu universitete jashtë vendit i kanë sa ke boti për komunitetin, nëse çfarë lloj angazhimi me komunitetin ki, kështu që ka edhe të rinj që angazhohen në shoqëni civile vetëm për këtë drejtim, pra që të marrin evidencë për punën të cilën vetëse e kanë bërë në komunitet, gjë që ne duhet ta kuptojmë, sepse interesi akademik është tepër i nevojës së lartë, nevoja për dije është një farë ushqyeshmërie për shpirtin, kështu që ka një interes goxha të mirë. Unë mund të them që me punën të cilën vetëse
e bëj edhe gjatë viteve, kam pas shumë lajme të mira prej trimve, trejave të cilët janë pranu në universitetet më të mëdha botërore, kështu që është një ndjenjë tepër e mirë e menë ndaj tyre, po të njëjtën kohë edhe ndoshta edhe e Kosovës në tërësi me po këta të rinj të cilët janë duke na bu krenar çdo ditë, jo vetëm me formën se qysh ata pranohen në një universitet të tillë, po mandej edhe çka është pasuese, pra çfarë lloj përfaqësimi e bojnë, kështu që në arenën ndërkombëtare, kështu edhe në konferenca të ndryshme të cilat nave që marrim pjesë, për shembull njëra prej konferencave të fundit që përmbjen band, që kam qenë përfaqësuesi United Youth Task Force, ka qenë në eventin AI në Strasburg, ku organizohet çdo 2 vite prej Parlamentit Evropian, po prej grupit të trimve atje, dhe kemi pas mundësi që me shkëmby përvoja të ndryshme, diskutime, mandej forma se qysh jemi të trajtu problemet e njëjta, edhe me marrë sa ma shumë dhona mënyrë që ato me ekzekutu mandej edhe në Kosovë. Ndërsa puna vullnetare e trive më intereson në Kosovë, sa punojnë vullnetarisht, sa janë të gatshëm për punë vullnetare të trit? Se më duket që është një numër shumë i vogël. Ka pasur numër shumë të madh, ndonë se tash nuk është numri i dëshiruar prej një vendi si Kosova. Na jemi 3 edhe njohemi goxha shumë edhe njëri tjetrin për shkak të territorit të vogël edhe të formës se qysh na mundemi me komuniku me njëri tjetrin, kështu që e shoh që ka një lloj problematike për angazhimin vullnetar, jo për shkak që ata nuk e don vendin e tyre, po për shkak që mandej kur të shati rezultatin final, thu a ja vlen për një me më angazhu për një shoqëni e cila nuk është që e vlerëson mundin. Për shembull, një prej kërkesave kryesore që ka qenë ndër vite, ka qenë njohja e punës vullnetare si përvojë pune, ndonse tash është çështje e rregullimit ligjor, pra e një analize e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit që e merr ato si të dhanë, mirë po mandej sa janë gjasa që edhe punëdhënësi të një punën vullnetare si përvojë pune. Pra këtu ka një farlej koordinimi i cili duhet bëhet edhe më mirë, edhe normalisht nuk do të thotë që na si tri mos bëjmë punë vullnetare, veç pse një përvojë pune atje nuk është duke u njohur, mirë po është një farlej demotivimi që në start. Mandej edhe është problematike që me e shpjegu këtë vetëm në për format të studieve televizive, për shkak që nuk kuptohet edhe aq mirë, edhe e targeton vetëm një audiencë tepër të vogël në raport me tërë trinë, domethënë të Republikës Kosovës, kështu që ne do të fillojmë me fushata vedizuese për me i kuptuar çfarë lloj rëndësie ka. Janë që ato elementet e aftësive të buta të cilat vetë i përmendëm, mandej forma e rrjetizimit, mandej kontakti me ambasadat të ndryshme të cilat mund me rritë edhe probabilitetin për shkallësi profesionale nesër në një punë ose në një angazhim tjetër. Pra janë disa elemente të cilat puna vullnetare si e tillë mundet me sjell, po mundet përveç këtyre mundet me sjell të paktën shoqëni, nëse këtë fitimi është zero, të paktën i ki disa njerëz të cilët pra besojnë në kauzat e njëjta, besojnë në mision të njëjta dhe besojnë që ky vend mundet më bu më mirë për shkak që na jemi pjesë e saj edhe për shkak që ne jemi duke angazhuar në të njëjtin drejtim. Po, çka ka ndikuar ndoshta në këtë demotivim kaq të madh dhe ç'është po e shpreh të rinisë kosovare, e përmendet që mos njohja ndoshta e punës vullnetare, po a ka ndonjë aktor të tjerë që kanë ndiku, le të themi ndoshta edhe rrjetet sociale ose politika ose diçka tjetër, cilat janë ndoshta ato shkaqet kryesore që kanë ndikuar në demotivimin e të rinjve kosovar, që po besoj që edhe politika është njëna prej tyre.
Padyshim, politika është njëra prej tyne me ndikimet të ndryshme, shoqënia civile po ashtu ka pasur gabimet të ndryshme të cilat vetë janë bu, mirë po për me përkufizu kështu, unë e shoh pak ma ndryshe këtë çështje. Unë e shoh që ka një problem të tregimit të shoqënisë civile në drejtim të këtë rinjit. Pra, deri në vitin 2019 ka pasur tregime të tilla që shoqënia civile po angazhohet për ndërtimin e Republikës Kosovës. Mandej ndodhe pandemia, pat një farë lloj refleksioni kështu të përgjithshëm sa përket po këtyre problemeve, edhe pas pandemisë mandej nuk e di ka pas një dosë të ankthit në fillim, që trit mos më angazhohet, mos më pas mbledhje të ndryshme, tubime të mëdha kështu me radhë. Mirë po, çka ndodhi është që fillun njerëzit me u tërheq. Mendoj që këtë tërheqje ka ndodhur vetëm për faktin që shoqënia civile ka ngatru me startu një lloj storie të re, një lloj tregimi që mundet me i bind rit për me u kon pjesë e saj. Pra nuk mundet një i ri i cili në shkollë të mesme e ka probleme dëgju një profesor atje, me u angazhu në shoqëni civile nëse nuk ka një tregim i cili e motivon ato të nkohen. Tash nuk mundemi me thonë masnej me akuzu USAID nëse organizata ndërkombëtare, sepse ato nuk janë gjithherë pjesë e strukturave tona, ne jemi pjesë e strukturave tona, kështu që është një dozë e madhe përgjegjësisë që neve na takon, edhe si njerëz të cilët merremi me këtë çështje, të fillojmë ta qëndisim kështu një lloj historie të re, për t'i bindur të ri që kjo është forma e vetme që ata mund cilin ndryshimin e duhur, sepse nëse vetëm presim prej politikanëve ose prej grupeve të tjera, atëre është goxha problematike për me pas një ndryshim sa ma produktiv dhe sa ma demokratik, sepse aq më shumë njerëz, aq më shumë demokraci ka. Adriatika e lotë të fuqë që kemi shti në mes. Jo. Edhe ishte të bombardu me pytje. Po për ndryshe, Adriatik për kretë këta tri që po flaste, edhe po besoj që shumë prej tyre që i përmendëm dhe që kanë shku dhe kanë studiu jashtë në për universitetet më të mira në botë, ka dhe prej tyre po besoj që të janë këthy dhe me kontribu në vendin e tyre. Kretë këta tri që marrin pjesë në organizatën ku jeni ju, kretë ju interesant se pas këtyre shkasive dhe aftësive që ata i fitojnë, a munden me e nxjerrë një vend pune, me u punësu dikon pas kretë këtyre shkasive që ata i fitojnë, se kretë në fund ju interesant puna. Padyshim, nëse nuk i besoni fjalës të, është mirë më arë me provu njerë, edhe me tentu që bashkarisht me u angazhu në për të njëjtat qëllime, të cilat një organizatë të caktuar me i pas. Unë nuk jam përfaqësues i gjithë shoqënisë civile këtu, kështu që kushdo që beson në një mision të caktuar, qoftë të politikave të majta, të djatha kështu me radhë, thjesht idetë e tyre me qenë pjesë e një kauze të përgjithshme, ato kanë me fillu me i marrë disa aftësi. Masnej ato aftësi shumë let mund të përkthehen në punë, sepse edhe lidhjet e cilat mund të i bëjnë shkojnë me rekomandime zakonisht. Secila punë, sidomos në Kosovë, njerëzit njihen mes vete, edhe kjo sjell pro angazhimin të cilën mundet me bu përmes punës vullnetare, sepse ti e krijon një CV profesionale, e cila mandej mundet me u përkthy në rezultate të punës shumë lehtë. Padyshim edhe prej shoqënisë civile të cilën ndër vite e shoh ka pas një lloj transformimi të rinjve, të cilat prej këtij sektori janë angazhuar krejt diku tjetër, qoftë në politikë, qoftë në kompani të ndryshme të teknologjisë, por kjo ka filluar me shkaqësitë e buta. Pra ka filluar me një email të shkruar me mirë, mandej një komunikim i cili fitohet ti kur del në publik,
fillon të socializosh, të hek edhe një farë lloj doze të ankthit social që plotëri në Kosovë kanë, edhe kanë edhe frikën të folurit në publik, krej këto me njanohen, sepse kjo është një lloj sinxhiri i cili mund të përkthehet lehtë qoftë në punë, qoftë në produktivitet njerëzor, të paktën edhe me socializimin, me çështje tjera, kjo ndikon shumë edhe në shëndetin tonë mendor. Edhe një pamje shumë e mirë në kuadër të pastrimit të shëndetit mendor, sjell edhe produktivitet shumë më të mirë edhe në punë edhe në çështje tjera. Po. Kur jemi tek shëndeti mendor, keni përse aktivitete edhe në këtë pjesë të e pas parasysh shumica e trinjëve, sidomos në kohët e fundit përballën ndoshta shumë me këtë pjesën e shëndetit mendor. Qartë. Në kuadrin e aktiviteteve të cilat i kemi pas për avancimin e agendës për rini, paqe, siguri, në PEI, nëse zgaboj, në fakt zgaboj sepse e di sigurt, në PEI atë ka pasur disa tritë të cilët janë fokusuar shumë në rekomandime për shëndetin mendor. E kanë konsideruar si problem goxha të madh në shoqëni, ndonse me të drejtë për shkak që na e kemi vetëm një hospitalizim kështu të shëndetit mendor që është në shtime për raste të cilat janë më të rënda, mirëpo mos të harrojmë që jemi shoqëni që ka PTSD për shkak të luftës, pra ka trauma të luftës, të cilat zakonisht shoqënohen në gjeneratën e tretë. Edhe këtë duhet me kuptu edhe institucionet, pra të fillojmë të krijojmë mekanizma, të krijojmë odën e psikologëve, edhe të fillojmë ta menaxhojmë këtë çështje. Mirë po, një prej reduktuzve kryesor të problemeve të shëndetit mendor, tash nuk po flasim për raste të cilat mund të jenë ekstreme, është puna vullnetare, angazhimi vullnetar, është angazhimi me institucione, kontakti me njerëz të tjerë. Padyshim. Do të thonë janë disa prej benefiteve, se tash po më duket vetja si mjek popullor, po nuk jam. Vetë se ka shumë benefite, se kontakti me njerëz të tjerë është një prej elementeve kryesore mbi cilën edhe Freudi e ka pas kur e ka zbulu talking cure, kështu që diqysh komunikimi çrën, edhe nëse fillojmë vetë se i komunikojmë problemet e përbashkëta të cilat i kemi, i qesmi me një kërkesë të caktuar, fillojmë të angazhohemi bashkarisht me institucionet, kjo më njëherë fillon të reduktoj, si më thonë, edhe problemet e shëndetit mendor, edhe problemet në tërësi. Adriatik, faleminderit shumë që je shumë një mik i mirë e emisionit, #Gjesi dhe nuk pritan asnjëherë me ardh, edhe me fol për perspektivën e trinjve. Ashtu që faleminderit shumë prej teje, neve nuk na mbetet kurrë tjetër veç me të uru shumë suksese. Faleminderit edhe juve, edhe për hapësinën, po të njëjtën kohë edhe për mikpritjen e mirë. Faleminderit.